Futjen e forcave të NATO-s, e cila erdhi me 12 qershor 1999, e kam mbuluar nga vendi ngjarjes, nga kufiri midis Maqedonisë dhe Kosovës, përkatësisht tek hani e Lezit ose tek pjesa maqedonase që quhej Plac. Ka qenë një kalvar, domethënë, përpjekjesh për të arritur në kohën e caktuar në atë moment të kalimit fillimisht të helikopterëve të NATO-s me mjete transportuese përmes ajrit në tokën e Kosovës. Unë që në ora 22 të datës 11 qershor jam nisur nga Tirana me një makinë për në kufirin e Maqedonisë. Në aty, para se të mbrim në kufin, na kanë pritur edhe 2 makina tjera të njerëzve me cilët ne paraprakisht kishim kontaktuar që të asiguronim kamerën edhe të mos shkonim të gjithë bashkë për shkak se kishim disa indicje se mund të pengoheshim nga forcat e sigurisë e Maqedonisë. Me disa miq nga Kërçova dhe Gostivari, normalisht ne u rakorduam dhe kamerën e nisën në drejtim të Tushimishtit, në drejtim të Pogradecit, në Tushimisht për të kaluar në Ohër, ndërsa unë me një makinë tjetër jam futur, jo me atë që mbrita në kufi, por me një makinë tjetër që të mos mirrej vesh, me targat të Kërçovës, kamera është futur me targat të Gostivarit, unë jam futur nga qafe e Thanës dhe dikun në ora 3:30 të mëngjesit e datës 12 qershor, unë e kam mbritur bashkë me xhirusin tim Driton Imeri në Blac. Aty kemi filmuar, domethënë, pamjet e para se të zbarte, agonte dita, domethënë në ajër të helikopterëve, siç e thash paraprakisht, që futeshin në tokën e Kosovës duke transportuar mjete të ndryshme ushtarake. Ishte një moment sa emocionues, por aq i rëndësishëm dhe i përgjithshëm që të mundem të bëj detyrën prej jo thjesht një gazetari, por edhe prej një shqiptari, prej një njeriu i cili ka kaluar një kohë vujtjesh, përsekutimesh, diferencimesh etj për të arritur në atë ditë dhe normalisht në ato pak minuta që unë i kam transmetuar, jam munduar të shpërfaq gjithat kalvar të historisë të brezave dhe normalisht për të lartësuar dhe vlerësuar me gjithë peshën dhe rëndësinë që kishte ushtria shlirimtare e Kosovës, sepse falë saj, ajo e bëri për vete edhe NATO-n si fuqinë më të madhe politiko-ushtarake në botë, bëri për vete Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Po të mos ishte UÇK-ja si faktori brendshëm përcaktues, normalisht se askush nga Bashkia Ndërkombëtare nuk do të lëvizte, as nuk do ta kuptonte se çfarë po ndodhte në Kosovë. Prandaj sot ne duhet të jemi mirënjohës